Maqedonia e Veriut ka fituar 40 pikë në shkallën nga 0 deri 100 dhe gjendet në vendin e 84 nga 182 vendet e ranguara. Në vitin 2024, vendi ynë kishte numër të njëjtë të pikëve 40 dhe ishte në vendin e 88. Nga Transparency International thonë se problemet kyçe sistematike dhe mëtej mbeten reformat e pasuksesshme dhe jo të përfunduara në gjyqësor dhe prokurori, që nuk arrin të sigurojnë sistem efikaz dhe të pavarur gjyqësor. Gjithashtu ngjarje që lidhen me ish-kryetaren e Komisionit Antikorrupsion seriozisht kanë cënuar besimin e opinionit në institucionet e ngarkuara për luftën kundër korrupsionit. Këto rezultate dërgojnë mesazhin e qartë se pa vullnet të vërtet politik, procese transparente dhe institucione llogaridhënëse, Maqedonia e Veriut do të mbetet e bllokuar në stagnim. Lufta antikorrupsion duhet të trajtohet si prioritet kryesor shtetëror e jo si angazhim deklarativ. Nga vendet e rajonit Serbia është në vendin e 116, Shqipëria në 91, Kosova në vendin e 76, kurse Greqia në atë të 56. Në vendin e parë është Danimarka, e dyta Finlanda, kurse në mesin e 10 më të mirëve janë dhe Singapori, Zelanda e Re, Norvegjia, Suedia, Zvicra, Luksemburgu, Holanda dhe Gjermania. Në fund të listës janë Sudani Jugor, Somalia, Venezuela, Jemeni, Libia, Eritrea e të tjerë.